Kryeministri i vendit Edi Rama në konferencën e sotme për mediat prezantoi një paketë remasash për mbrojtjen e hapësirave publike dhe zbatimin ligjor të lejeve të ndërtimit. Në fokus është lufta kundër ndërtimeve të palishme dhe shkeljeve të ligjit nga individ, kompani dhe zhvillues. Një nga ndryshimet kryesore është krijimi një liste së zezë ku do të regjistrohen të gjithë ata që shkelin ligjin. Lista e zezë do të përfshi zhvilluesit, do të përfshi shoqëritë, do të përfshi individët që kanë shkelur ligjin, përfshir administratorët, ortakët, pronarët përfitues që do të përjashtohen nga çdo mundësi për të marrë leje ndërtimi për një periudhë 5 vjeçare. Dhe kjo listë do të mbahet dhe do të përditësohet nga sekretariati teknik i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe të Ujit dhe do të jetë një regjistër publik i aksesueshëm në faqet elektronike nga të gjithë. Dhe gjithë ky proces ndalimi do të thotë që nëse një subjekt ka kryer punime në kundërshtim në shkelje të lejes së miratuar nga organi kompetent, Rama njoftoi gjithashtu se nuk do të lejohet më hyrja e qytetarëve në banesa të papërfunduara, pa marrë certifikatën e përdorimit dhe pa u pajisur me hipotekë. Nuk do të lejohet më që në godinat, pallatet pa certifikat përdorimi të lidhet uji dhe të lidhen dritat. Nuk do të lejohet më. Ndryshimet e ligjit për inspektimet dhe mbrojtjen e territorit parashikojnë që shkeljet e konstatuara nuk do të ndalen nga vendimi i pezullimit të gjykatës në rast të ankimimit. Rama shpjegoi se ky ndryshim është i nevojshëm për të mbrojtur interesin publik dhe nuk ka qëllim të dëmtojë procedurat ligjore. Anatemim publik, po ky që po them unë nuk është anatemim publik. Më fal, lere strukturat. Ky që po them unë nuk është anatemim publik. Kjo është shkelje haptazi e ligjit. Është shkelje haptazi e ligjit, këtu nuk kemi çfarë diskutojmë fare. Dhe është e vetmja mënyrë që unë kam gjetur, e di shumë mirë atë që thua dhe jam dakord. Nuk është normale, nuk është fare normale, pa diskutim. Po ç'a të bëj unë tani, ma thuaj. Si t'ja bëj unë? Ç'a të pres unë? Pres inspektorin e lartë drejtësisë, atë të pres që amniston në tavolinë gjelin e thethit dhe gjën më flagrante, që është mos fillim, që shpall mos fillimin e çështjes pa e hyrë fare të fakteve. Kryeministri shtoi se inspektorët e territorit që shkelin detyrën do të përballen me largim të menjëhershëm nga detyra dhe kallëzim penal, duke siguruar që zbatimi i ligjit të jetë rigoroz dhe pa kompromis. Është largimi nga detyra, largimi menjëhershëm nga detyra dhe kallëzimi penal për të gjithë inspektorët në rastet kur konstatohet mos vënie në dukje e shkeljeve. Rama gjithashtu nënvizoi se debatet që sërojnë parimin e funksionimit të një shteti demokratik janë të papranueshme, duke lidhur me masat me synimin e Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian.